Sulmuesi i kombëtares shqiptare Arbër Hoxha po përjeton një formë të shkëlqyer si me klubin ashtu edhe me përfaqësuesen kuqezi. Nëse me Shqipërinë ka spikatur kryesisht në lojën kolektive, te Dinamo Zagrebit ai është kthyer në protagonist absolut fal golave vendimtar. Në ndeshjen e kësaj të shtunë, Hoxha realizoi 2 gola duke udhëhequr Dinamon drejt fitores 3-1 ndaj Varazdinit. Ai zhbllokoi rezultatin në minutën e 37, ndërsa në pjesën e dytë e vulosi triumfin e ekipit e tij me një gol spektakolar. Me këto realizime, Hoxha shkon në 5 gola të shënuar në kampionatin kroat, krahas 2 asistimeve që ka dhënë, duke konfirmuar formën e tij të jashtëzakonshme këtë sezon me Dinamon e Zagrebit. Anis Mehmeti është padyshim një nga lojtarët shqiptar më në formë të momentit. Me sfushori kuqezi është kthyer në protagonist me skuadrën e Bristolit në Championshipin anglez. Në pjesën e parë në duelin kundër Swansea, ai dhuroi 2 asiste fantastike në minutën e 4 deri 31. Asisti i parë erdhi nga goditja e këndit ku Mehmeti dërgoi një top fantastik në zonë dhe Dajk e ktheu në gol. Në asistin e dytë, 24 vjeçari mori një top të mirë jashtë zone, u fut në afërsitë të saj dhe më të jashtmen e dërgoi sferën aty ku duhet për të gjetur Ris, i cili dyfishoi shifrat. Në minutën e 82, ai dha dhe asist për golin e tretë, të shënuar nga Hirakawa për të mbyllur në mënyrë perfekte këtë ndeshje, duke e mbyllur me notën 9.9 më i vlerësuari në këtë takim. Pavarësisht formës së tij, trajneri kombëtares Silvinho nuk e ka grumbulluar në ndeshjet e vitit. Ndoshta ai mund të marrë besimin e brazilianit për ndeshjet vendimtare të play-offit të muajit mars, të cilat mund ta çojnë Shqipërinë drejt botërorit të parë atij amerikan të vitit të ardhshëm. Sulmuesi i kombëtares shqiptare Arbër Hoxha po përjeton një formë të shkëlqyer si me klubin ashtu edhe me përfaqësuesen kuqezi. Nëse me Shqipërinë ka spikatur kryesisht në lojën kolektive, te Dinamo Zagrebit ai është kthyer në protagonist absolut fal golave vendimtar. Në ndeshjen e kësaj të shtunë, Hoxha realizoi 2 gola duke udhëhequr Dinamon drejt fitores 3-1 ndaj Varazdinit. Ai zhbllokoi rezultatin në minutën e 37, ndërsa në pjesën e dytë e vulosi triumfin e ekipit e tij me një gol spektakolar. Me këto realizime, Hoxha shkon në 5 gola të shënuar në kampionatin kroat, krahas 2 asistimeve që ka dhënë, duke konfirmuar formën e tij të jashtëzakonshme këtë sezon me Dinamon e Zagrebit.